nga viti 1985 deri në 1992 kam qenë redaktor në gazetën Drita. Gazeta Drita ishte një e përjavshme letraro-artistike, botoi çdo të diel dhe siç e thashë edhe në përcaktim ishte letraro-artistike, mbulonte letërsinë dhe artin në Shqipëri, ishte organi lidhjes shkrimtarëve dhe artistëve të Shqipërisë. Si e tillë, gazeta kapte kryesisht letërsinë, por mbulonte gjithashtu edhe artet, kishte redaktor përkatës për artet ndryshme, artet figurative, për kinematografin, për muzikën dhe për llojet e ndryshme të artit. Për sa i përket censurës, censura në gazetë realizoi ashtu siç realizoi në të gjithë shtypin shqiptar. Me një fjalë ishte një strukturë pak a shumë piramidale, e drejtuar nga lart, por që bazoi jashtëzakonisht te autocensura. Kur them autocensura, kuptimi ishte ky. Të gjithë ata që shkruanin, që bën pjesë në shtresën e poshtme të piramidës, censuronin veten sepse ishte e rrezikshme në atë kohë, flas nga vitet 85 deri në 89-ën, sepse në 89-ën filloi gjithçka u lirua, ishte e rrezikshme që të shprehje ide që binin në kundërshtim me vijën e partisë në pushtet. Për këtë arsye, të gjithë kontrollonin ato që shkruanin në mënyrë që të ishin në rregull me vijën. Shtresa e dytë e piramidës ishin redaktorët, të cilët gjithashtu censurohen vetveten, por censuronin dhe ata që kishin poshtë, domethënë kontrollonin për pastërti ideologjike. Pas kësaj vinin zëvendës kryeredaktorët dhe kryeredaktori i gazetës, të cilët bënin punën e tyre për të mos lejuar që në gazetë ose në organin e shtypit të dilte në një material që mund të interpretohej se ishte në kundërshtim me vijën e partisë. Mbi këtë pastaj vinin ato mekanizmet përkatëse në Komitetin Qendror, që ishte zyra e shtypit në Komitetin Qendror të partisë, dhe këta pastaj raportonin direkt te sekretari i parë. Autocensura ishte një element i rëndësishëm, sepse çdo njeri që shkruante e konsideronte veten që shkruante për shtetin dhe shteti ishte ai që bënte censurën dhe çdo njeri e realizonte këtë në emër të shtetit. Të gjitha organet e shtypit në atë kohë ishin pronë e shtetit, pronë e partisë dhe detyrimisht autocensura funksiononte në mënyrë të tillë. Kjo natyrisht shpreh edhe në mënyrën se si pasqyroheshin ngjarjet e ndryshme artistike, duke përfshirë edhe filmat. Në kritikën që u bëi filmave në shtyp, natyrisht autocensura kishte atë anën e vet, si nga ana e kritikëve, nga ana e atyre që shkruanin. Zakonisht kritikën për filmat e bënin kritik të specializuar, por e bënin edhe kineast. Natyrisht kritika e filmave në gazet botohej mbasi filmi kishte dalë dhe ishte shfaqur për shtyp, mbasi ishte aprovuar nga instancat përkatëse të partisë dhe mbasi ishte dhënë një version zyrtar i qëndrimit të partisë në pushtet në lidhje me filmin. Pak a shumë kjo është në vijat përgjithshme struktura e censurës dhe e autocensurës, që ka qenë një fenomen mendoj tipik për vendet komuniste, pasi nuk kemi të bëjmë me një shtyp i cili ose me një media që është ekonomikisht e pavarur ose ideologjikisht e pavarur nga partia pushtet që kontrollon gjithë halkat e pushtetit në
dhe gjithë hallkat e veprimtarisë shoqërore.